Se që është ky skemi sa më rreth. S'ka dasht në banki. S'ka në problem. Përshëndetje miq, jemi drejt për së drejti nga stadiumi Beslidhja e qytetit Lezhës, ku pritet pas pak të fillojë ndeshja midis skuadrës vendase Beslidhja dhe skuadrës mike Tërbunit të Pukës, ndërkohë që trajnerët respektiv të skuadrave kanë përgatitur dhe kanë hedhur në fushën e lojës këta lojtarë. Skuadra vendase e Beslidhjes me trajner Elvis Plori ka këtë formacion: Molla, Temja, Neziri, Onana, Raboshta, Marku, Kruja, Mehmeti, Hila, Gurbanov dhe Gjobë. Ndërsa skuadra lezhane luan me një skem 1-4-2-3-1, ku në kulmin e sulmit është sulmuesi i mirënjohur Raboshta dhe këtë radhë është i ndihmuar nga Gurbanov. Është fare pranë tij do të luajë sipas skemës ndërtuar nga trajneri Plori, ndërsa skuadra mike e Tërbunit luan me këto formacion: Saliu, Alla, Zëre, Kamara, Adams, Tatej, Lezhani Tatej, Alketi Tatej, që do të mbajë numrin 10 në këtë takim. Ka luajtur për ngjyrat e skuadrës së Beslidhjes në edicionin e kaluar dhe në këtë ndeshje do të luajë për skuadrën e Tërbunit të Pukës. Dermani, Lice, Hasaj, Doçi dhe Zabala. Trajner i skuadrës së Tërbunit është Angelo Suta, i cili vjen tek skuadra e Tërbunit pas një eksperiencë të gjatë të trajningut në disa skuadra si Elbasani, Peçini, Luzi Vogël e tani së fundmi tek Tërbuni i Pukës. Skuadra pukjane luan me një formacion 4-4-2, pra me një skem klasike, ndërkohë që duhet theksuar se skuadra vendase Beslidhja është kryesuese e grupit A me 4 pikë diferencë nga ndjekësja më e afërt Shiroka dhe po kaq edhe nga skuadra e Sopotit të Librashtit. Skuadra pukjane luan për të mbritur tek play-offi, ndërsa skuadra e Beslidhjes luan për të vijuar kryesimin e grupit dhe në këtë ndeshje luan për fitore, pra i nevojiten më shumë se kurdo herë tjetër 3 pikë, për të cilën është përgatitur intensivisht. Është tani një goditje dënimi ka ndërhyrë aty portieri i skuadrës së Beslidhjes, Molla, dhe kalon ky moment Raboshta. Gjithë në Raboshta brenda zonës ka pasuar shkurtësi për Krujën, aksion i shpejt. Mehmeti ka gjujtur aty numri 8 Onana nga larg, por pa problem për portën e mbrojtur nga portieri Saliu, ndërkohë që këtë ndeshje mjaft të rëndësishme po e drejton një trup mikse me kryesor Granit Sulkon nga Tirana, i ndihmuar nga asistenti i parë Anduel Laska nga Laçi, asistenti i dytë Reajt Gashi nga Durrësi, arbitri i katërt është Erman Gryka nga Tirana, delegat i Federatës Shqiptare të Futbollit
është ish futbollisti i njohur i 17 nëntorit sot Tirana, Krenar Ali Mehmeti. Kanë kaluar 5 minuta lojë, gjithnjë 0-0 në këtë takim mjaft të rëndësishëm të kësaj jave për grupin A të kategorisë dytë. Rivënje me duar për skuadrën e Beslidhjes, e kryer nga Kruja, është numri 8 i skuadrës së Tërbunit. Adams topi është jashtë vijave kufizuese, por do rivën në lojë një rivënje anësore nga Neziri me numër 4 Mehmeti ka një driftim me njërin prej lojtarëve të skuadrës së Tërbunit. Gjyqtari kryesor ka akorduar një goditje dënimi në krahun e majt të sulmit të skuadrës mike të Tërbunit. Është aty numri 17 Dermani, Auron Dermani me numri 17 ka presuar brenda zonës, po ndërhyn Raboshta i tërhequr nga vija e sulmit në qendër të mbrojtjes, ka ndërhyrë me kokë dhe ka larguar. Është një top i kthyer prapa nga lojtarët e skuadrës së Tërbunit, ka qenë pikërisht Kamara që ka kthyer një top që nga rrethi i mesit fushës për tek portieri i tij, i cili vazhdon aksioni i skuadrës së Beslidhjes. Është Neziri, gjithë një Neziri ka pasuar mjaft bukur për në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Është numri 33 i skuadrës së Beslidhjes. Gurbanov që ka gabuar në pasim, topi është kthyer prapa. Marku, mbrojtësi i krahut majt me numër 13 Antonio Marku. Pastaj e ka marrë Neziru, qarkullon topi nga krahu i majt i mbrojtjes në të djathtin. Marku ka pasuar për temen e ky pastaj për Nezirin. Kundër zbret skuadra Pukjane me një aksion të shpejt. Është aty Tatej me numër 10 ka lëshuar një top gjatë brenda zonës, por është më shumë se duhet dhe i pamundur për t'u arritur nga njëri nga prej sulmuesve të skuadrës mike të Tërbunit. E pikrisht është Ramazanalla me numrin 2 i ardhur nga mesi i fushës, tentoi të kapa top të gjatë të lëshuar nga Tatej. Lezhani Tataj, pra si që thamë në krye të transmetimit, është një lojtar i dalë nga akademia e skuadrës së Beslidhjes, që këtë sezon luan për ngjyrat Pukjane. Janë shumë lojtarë të skuadrës, moment i vështirë tek porta e skuadrës Tërbunit, po ka ndërhyrë aty me qëtësi si mbrojtja, e kanë larguar. Ishte një aksion i shpejt nga krahu i djathtë. Kruja lëshon një top të bukur brenda zonës, por me qëtësi mbrojtja skuadrës Pukjane ka ndërhyrë dhe ka larguar rrezikun. Topin e kanë në zotrim lezhjanët. Raboshta po ndërhyn aty me kokë. Njëri prej mbrojtësve, nis kështu një aksion i shpejt i skuadrës së Tërbunit, është numri 17 Dermani, më falni. Numri 3 i mbrojtjes së skuadrës lezhjane, Temja, Arsit Temja. Topi është në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Ka një ndërhyrje të gabuar të mbrojtësit Alla dhe në dëm të Gurbanov. Ishte me topin zotërim, është i goditje në distancë të largët, paksa majtas rrethit
të zonës të 16 metrëshit, pra diagonal me portën, në distancë vrulli ose afër topit janë 2-3 lojtarë të skuadrës Beslidhjes, Gjobe me numër 34, por ka gjujtur moment i vështirë, shtyll, por kemi një prekje me dorë sa duket dhe një ndërhyrje të gabuar të sulmuesit të skuadrës së Beslidhjes ndaj portierit të skuadrës Tërbunit, dhe kalon dhe ky moment ishte një aksion i shpejt i skuadrës lezjane kundërshbret skuadra mike e Tërbunit, por Temja vihet në zotërim të topit përballë ka shqetësimin e njërit prej lojtarëve është pikërisht Florian Lice me numër 20, i cili por topi ka dalë jashtë linjave kufizuese për të rivënë nga portieri, i cili ka pasuar për të Temja, dhe topi ka dalë jashtë linjave kufizuese të fushës, është rivënia anësore, pra Hila nuk ka patur mundësi ta zotëroj topin dhe i cili ka përfunduar jashtë linjave kufizuese për të rivënë me duar në lojë nga ana e futbollistëve të skuadrës së Tërbunit, e pikërisht nga Zabala, nga krahu, nga mesi i fushës ka pasuar një top të gjatë Gjobe për në krahun e djathtë, por topi ka dalë jashtë linjave kufizuese pas një ndërhyrje të mbrojtjes Pukjane. Është numri 45 Zabala për skuadrën Pukjane, me rivënie me duar ka është Marku, mbrojtësi i krahut të majt. Hila, gjithë një Hila brenda zonës dhe një ndërhyrje e sigurt e portierit të skuadrës Tërbunit, dhe kalon ky, pra jemi në minutën e 12 të kësaj pjese. Hila i kishte të gjitha mundësit, po t'ishte treguar më i kujdesshëm, i kishte të gjitha mundësit për ta kaluar topin në rrjet, por ka ndërhyrë me siguri portieri i skuadrës Pukjane Salliu, duke evituar një rast mjaft të pastër të skuadrës së Beslidhjes, e cila e ka filluar me përsi lojën që nga minuta e parë, duke krijuar një volum të madh loje dhe disa raste ku rasti më ideal do të thoja deri në këto minuta ishte ai një minutë më parë me protagonist Hilën, i cili ka pasuar për Krujin, por ka ndërhyrë me siguri mbrojtësi i skuadrës Pukjane Zabala, ka gabuar në pasen, e marrin topin mbrojtësit e skuadrës Beslidhjes, është Neziri, pastaj Hila, mesfushori Hila, një mesfushor me eksperiencë. Jemi në minutën e 14 të lojës, rezultati vazhdon 0-0. Është Neziri nga krahu i djathtë, ka pasuar për Temjen në qendër të mbrojtjes, e ky për kolegun e tij në të majt të mbrojtjes Marku, i cili përparon, kalon mesin e fushës, ka pasuar në të majt, aksion i shpejt, krosim brenda zonës për Raboshtën. Ka gabuar njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes, që ishte brenda zonës dhe në mundësi për ta sotruar më mirë topin, por ka gabuar, ka qenë numri Giulio Mehmeti,
i cili jo sa duket ishte Kruja, që kishte mundësi ta administronte më mirë atë top të ardhur nga krahu i majtë i sulmit, Neziri. Ka pasuar për Gurbanov, Kruja. Në krahun e djathtë ka pasuar për Neziri, gjithë një Neziri, me topin zotrim. Pason për Gurbanov, Neziri, dhe topi ka dalë jashtë vijave kufisuese të fushës për të rivën në loj nga ana e skuadrës Tërbunit të Pukës me rivënje anësore në të majtë të mbrojtjes së skuadrës Pukjane. Topi ka dalë jashtë vijave kufisuese nga vija fundore dhe jo në vijën anësore dhe rivihet në loj nga ana e portierit të skuadrës Saliu, Andri Saliu. Ka dalë dhe portieri i skuadrës Lezhane Molla, Marko Molla, i cili ka pasuar për tek Marku. Ka ndërhyrë Doçi me kokë, qarkullim i shpeshtë i topit nga ana mbrojtësive të skuadrës së Beslidhjes. Nga reparti mbrojtjes, pra qarkullon topi nga e majta në të djathtë dhe ana sjelltas. Deri në këto momente kemi volum loje, por shihen disa paqartësi në administrimin sa e si duhet të mundësive të kryura nga ana futbollistët të Beslidhjes. Është i topi kthyer prapa nga Mehmeti për Markun Gurbanov. E kthyer dhe ky top prapa. Pra kemi tërheqje kthime, shumë kthime të topit pas nga sulmi në mesfushë dhe drejt mbrojtjes së skuadrës Lezhane, në vend që në fakt duhet ishte kahu i kundërt i këtyre lëvizjeve. Pra, lojtarët Lezhane duhet të pasojnë dhe të shkojnë nga mbrojtja në mesfushë në sulm, dhe jo siç po veprojnë sulm, mesfushë dhe mbrojtje. I topi kthyer prapa për Markun, i cili ja pason shkurtazi për Onanën. Ky e ka dërguar për tek Temja, i cili e lëshon nga mesi fushës në drejtim të krahut të majtë, aty ku është mbrojtësi Marku, i cili është me topin zotërim. Gjithë një Marku ka pasuar për Raboshtën. Raboshta ka pasuar në të majtë. Aksion hila, gjithë një hila brenda zonës, ka shpangur mjaft bukur, por e ka tepruar sa duket me topin. Ishin disa veprime teknike të tij brenda 15 moment i vështirë grushtimi i portierit të skuadrës Mikes Saliu. Ishte një aksion i shpejtë të skuadrës së Beslidhjes, ka gjujtur në e majta Gjobe me tepër forcë dhe portierin nga dishmëri ka grushtuar dhe larguar të rrezik për portën e tij. Pra shënohet minuta e 17 e këtij takimi, gjithë një 0-0, ndërkohë që gati një minutë më parë skuadra Beslidhjes me anë të Gjobe ka rrezikuar është lojë që në këto momente po zhvillohet. Është një manovrim i bukur i numrit 17 të skuadrës së Tërbunit. Dermani, Auron Dermani, një lojtar mjaft teknik dhe me përdorim topi mjaft të mirë, ndërkohë që porta e skuadrës Beslidhjes është në anën veriore të stadiumit të Beslidhjes, ndërsa
porta e skuadrës mike të Tërbunit është në anën perëndimore. Portieri Molla i Beslidhjes ka në disavantazh diellin, të cilin e ka ballë për ballë, çka është një vështirësi për menaxhimin e topit, sidomos e topave ajror që vjen nga lart, nga krosimet e gjata në të dyja krahët, armë të cilin do të thoja skuadra e Tërbunit akoma nuk ka filluar ta përdor në favorin e saj. Aksioni skuadrës Beslidhjes, Neziri kërkon të zbuluar një shok të tij, është Gurbanov, ka kthyer prapa. Përfitojnë të organizohen mbrojtësat e skuadrës Beslidhjes. Është Temja, ka pasuar Majtas për Markun. Me topin zotrim gjithë një Marku, ka pasuar mjaft bukur për Gjobe, por ky nuk ka arritur dot ta vënë zotrim topin dhe ta bëj funksional për shokët e tij të ekipit, të cilët e ndiqnin pasimin e tij, por ai nuk mundi jo vetëm të pasonte, por as edhe të vinte në administrim topin. Është një rivënie nga zona e 5 metrësh, një goditje me këmbë nga ana e portierit të skuadrës mike Saliu, Andri Saliu. Temja me kokë, por ka një goditje dënimi, pasi është ndërhyrë në mënyrë të gabuar në një duluftim ajror ndaj numrit 20 të skuadrës së Tërbunit, Lice. Goditje dënimi, topi kthyer prapa edhe nga ana futbollistëve Pukjan, ndërkohë që Neziri ka rëmbyer topin Zabalës, sulmuesit e krahut të Majt. Hila. Gjithë një hila. Top për Gurbanov, por ndërhyn aty numri 17 i skuadrës së Tërbunit. Zabala i Tërbunit ka pasuar prapa, është numri 8, një aksion me shumë pasime i skuadrës Pukjane, një kthim prapa. Në zotrim të topit është Doçi, e ka pasuar pa adres dhe ka ndërhyrë aty mbrojtja e skuadrës Beslidhjes. Portieri Molla ka pasuar për tek Temja. Në këtë ndeshje duhet thënë se kapiteni i skuadrës është për skuadrën Beslidhja është Jasmin Raboshta, ndërsa për skuadrën Pukjane është Marindis Zëre. Ndërkohë që në radhët e skuadrës Lezhjane mungon kapiteni Karakaçi, Abbas Karakaçi. Aksion i shpejt i skuadrës së Beslidhjes, por ka ndërhyrë me qetësi mbrojtja Neziri. Ka kthyer prapa për tek Temja, që ka gabuar. Arsit Temja ka gabuar në këtë pasim. Topi u dërgua me idenë për të shkuar drejt Gurbanov, por drejt Nezirit, por përfundoi jashtë vijave kufizuese për të rivënë në lojë në rivënie anësore nga lojtarët e skuadrës së Tërbunit. Është aty Zabala në numër 45, aksion i shpejt nga krahu i majtë i Tërbunit, por pa mundur të zotrohet nga njëri prej sulmuesve të skuadrës së Tërbunit.
Nis një aksion tjetër i skuadrës vendase të Beslidhjes është numri 8 Onana, ka pasur për tek Hila, një top i shpejt për Gjobe, nga krau i majt Kruja dhe 1-0. Një pasim shumë i bukur. Pra regjistrohet goli në minutën e 25. Pra në minutën 25 Kruja realizon golin e parë, pra. Beslidhja 1 e Tërbuni 0, ndërkohë që goli është shënuar në minutën e 25. Ishte një aksion i bukur i skuadrës së Beslidhjes nga krahu i majt me shumë pasime. Ky aksion Raboshta ka pasuar në mënyrë të mrekullueshme, do të thoya, dhe një top të artë për Krujin, i cili fare pranë zonës, në zonën 5 metrëshe, fare pranë portës, ka gjujtur dhe topi ka përfunduar në rrjet. Dhe portieri i skuadrës mike Tërbuni nuk kishte çfarë t'i bënte këtij aksioni, veç se ka nxjerrur topin nga rrjeta. Pra 1-0, ndërkohë që ka kaluar 21 minuta lojë dhe topi rifillon loja me top të vendosur në qendër. Aksion i skuadrës së Tërbunit nga mesi i fushës në të majt të sulmit, por ka një prekje me dorë të njërit prej sulmuesve të skuadrës së Tërbunit, por gjyqtari nuk e ka vënë re një gjë të tillë, pasi ishte gjyqtari kryesor ishte larg aksionit dhe gjyqtari anësor e kishte pothuajse të pamundur për shkak të largësisë. Dhe vjen goditja e parë nga këndi. Kruja ka shënuar në minutën e 25. Arsit Kruja ka shënuar në minutën e 25 të ndeshjes. Nisi aksion tjetër i skuadrës. Gatrohen njëri me tjetrin, Gurbanov dhe Gjobe, pra dy lojtarë të skuadrës së Beslidhjes, ndërkohë që kishin një mundësi që të merreshin vesh më mirë njëri me tjetrin dhe të vinë zotërim të topit njëri prej tyre që ishte fare pranë hyrjes në zonën e 16 metrëshit dhe mund të kishte krijuar ndoshta dhe ndonjë rast. Aksion Gurbanov me gjithë përpjekjet e tij është shumë larg topit, nuk arrin ta. Ka qenë një pasim nga krahu i majt i mes fushës së skuadrës së Beslidhjes, ka qenë pikërisht Hila, që ka pasuar, por Gurbanov nuk ka mundur ta vënë zotërim, është të ndërhyrë aty. Temja e ka goditur me tepër forcë dhe topi ka përfunduar në duart e portierit të skuadrës mike Saliu. Ovacione të tifozërisë lezhiane në mbështetje të skuadrës së tyre, ndërkohë që duhet të theksuar se kjo tifozëri e ka shoqëruar ekipin edhe në ndeshjet që ka zhvilluar jashtë qytetit të Lezhë. Aksioni shpejt është aty Hila nga krahu i majt, por ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës së Tërbunit. Është mbrojtësi krau të djathtë dhe pikërisht numri 2 Alla, që ka larguar topin jashtë vijave kufizuese të fushës. Kthehet përsëri topi prapa, Temja, Neziri vënon në pasim, e ka kthyer për tek Temja. Ky e ka dërguar për tek Kruja, që ja rikthen përsëri
Raboshta, Mehmeti, rrotullohet bashkë me topin dhe pason në krahun e majt të sulmit. Aksion i shpejt, aty është Gjobe me numër 34, ka pasur për tek Hila, i cili gjuan, por topi përplasat të njërin prej mbrojtësve, e nis kështu një aksion i shpejt i skuadrës së Tërbunit, është aty numri 17 Dermani, por është thyer ky aksion pa ndërhyrjes së mbrojtësit të qendrës Temja. E kemi në dy luftime janë dëmtuar dy lojtar, njëri i skuadrës së Tërbunit dhe tjetri i skuadrës së Beslidhjes, janë pikërisht numri 17 Dermani i Tërbunit dhe numri 34 numri 8 i skuadrës së Beslidhjes Onana. Ndërkohë që Dermani i Tërbunit është dashur që të ndërhyjë stafi mjekësor pasi i thirrur nga gjyqtari kryesor i këtij takimi Granit Sulko dhe po merr ndihmën mjekësore dhe sa duket ka nevojë për një ndërhyrje më të thelluar dhe kërkohet nga stafi mjekësor për ta nxjerrë jashtë vijave kufizuese të fushës për t'i dhënë asistencën e duhur. Ndërkohë që kemi goditje të nimi, është Kamara me numrin 6, cili ka harkuar brenda zonës moment të vështirë, por ndërhyn me saksi. Gjobe, brenda zonës e 16 metrëshit të mbrojtjes së skuadrës Beslidhje, Gjobe, kemi në shumë raste kthim edhe të sulmuesve nga vija sulmit në ndihmë të kolegëve të tyre të mbrojtjes. Është Raboshta që kryen këtë detyrë, është Gjobe, pra ka një lëvizje të lojtarëve në gjitha sektorët e fushës. Mehmeti ka pasuar për tek numri 8 Onana, është Kruja, Gurbanov ka kthyer topin për tek Neziri, Onana, Kruja, gjithë një Kruja me topin zotrim, është dëlluar rreth vetes bashku me topin dhe ka pasuar në krahun e djathtë për Gurbanov, por është ndërhyr nga ana e Zabalës së Tërbunit, i cili ka marrë topin e nis një aksion tjetër i skuadrës së Tërbunit, është aty numri 4 Zere, e ka kthyer topin, e ka dërguar topin për tek Doçi, një mbrojtës tjetër. Temja me numrin 3 ka kërcyer me topin, pati një çoroditje në goditjen e topit, e goditi me kokë, topi u pasi bëri një fluturim ajror, u ra përsëri në zonën e 16 metrëshit, por ndërhyn aty mbrojtja e skuadrës lezhane dhe largojnë topin, e ka rënë disi niveli i lojës. Skuadra fukjane përpiqet të amortizoj euforin e sulmeve të skuadrës së Beslidhjes me ngadalësimin e lojës dhe hera herës zbret rrezikshëm ku do të veçoja lojtari me numër 8 Adams, por dhe lojtari me numër 17 Auron Dermani, një lojtar mjaft teknik në mesin e fushës dhe në jo pak raste ka krijuar situata të vështira tek porta e skuadrës Beslidhjes. Neziri i topi kthyer prapa Temja, ndërkohë që Lice Marku ka pasuar për tek ndërhyrje të gabuar në dëmtim të Gjobe dhe goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidhjes në mes të dy harqeve, harku të zonës të 16 metrëshit dhe harku të mesit fushës.
Ishte aksion nga krahu i majt. Marku ka pasuar një top i kthyer prapa për tek Mehmeti. Temja e ka pasuar për tek Mehmeti, pastaj Kruja në krahun, Marku në krahun e majtë. Ka gabuar Hila pas atij pasimi të Markut. Një aksion i bukur, por i ndërprer, ka një hyrje sigurt e mbrojtësit Temja, ndonse me vështirësi, por ka arritur të neutralizoj marrjen e topit nga ana e numrit 20, lojtar me numër 20 Lice. Kemi një goditje dënimi për hyrje e gabuar e njërit prej lojtarëve të Beslidhjes. Dhe goditje dënimi është aty mbrojtësi Zëre, e ka kthyer prapa, e topi shkon tek portieri me numrin 12, portieri Saliu. Është Adams, shumë pasime të lojtarëve të Tërbunit, por ndërhyn një top i gjatë. Kruja ka pasuar edhe një herë topin për tek Gurbanov, por ndërhyn mbrojtësi i skuadrës Tërbunit. Rivënje me duar në favor të skuadrës së Beslidhjes. Neziri ka kthyer prapa për Temën. Ky akoma më prapa për portierin Molla. Teksa kanë kaluar 36 minuta lojë nga fillimi i takimit, rezultati vazhdon të jetë 1-0 në favor të skuadrës së Beslidhjes, me gol shënuar në minutën 25 me anë të Arsit Krujës. Pra 35 minuta lojë, Beslidhja 1 dhe Tërbuni 0 në ndeshjen që po zhvillohet në stadiumin Beslidhja të qytetit të Lezhës dhe që po e transmetojmë drejt për drejt. Për ju është tani Temja, ka lëshuar një top të shpejt. Aksion i bukur i skuadrës së Beslidhjes, por kemi sa duket një goditje. Këndi të shohim. Të shohim do tjetër i vënja ansor apo goditje nga këndi, pasi është distanca shumë e largët sa duket. Kemi një rivënje me duar, të cilën ka ekzekutuar me shpejtësi Gjobe, i cili ja ka kthyer, ja ka pasur një kolegu të tij, dhe pastaj Gjobe ka gjujtur në afërsi të flamurit të këndit në majt të sulmit. Dhe topi ka dalë jashtë vijës fundori prekur nga një lojtar i skuadrës së Tërbunit dhe goditje nga këndi për skuadrën e Beslidhjes është Kruja, është hyrë ndaj tij në mënyrë të gabuar, por gjyqtari ka vazhduar lojën, aksion i shpejtë i skuadrës së Tërbunit. Ne përsi numërike 4-3. Momenti vështirë është aty numër 20 të skuadrës së Tërbunit. Ka gjujtur dhe ka pritur portierin Beslidhjes, pra është minuta e 38 dhe skuadra e Tërbunit i kishte të gjitha mundësitë të barazonte rezultatin. Ka qenë brenda zonës numri 20 Lice. Pra ishte një zbritje e rrezikshme skuadrës mike të Tërbunit me një përsi numerike 4-3, pra ishin 4 lojtarë përballë 3 të
skuadrës vendase. Ka gjujtur brenda zonës e 16 metrësh të lidhë se bini distancë shumë të afër, por paksa pritas me portierin e skuadrës Saliu, i cili ka pritur një top duke evituar kështu një gol mos e sigur. Ishte një gjujtje fort brenda zonës, por ndërhyrja ka qenë mjaft vendimtare edhe e portierit të skuadrës, duke shënuar kështu rastin ideal të skuadrës Pukjane për ta barazuar rezultatin. Pra shohim një zgjim të skuadrës Pukjane e cila kishte të gjitha mundësi ta barazonte rezultatin, e më pas nëse do të realizoj një gjë të tillë, do të vijej në diskutim edhe pasi barazimi nuk i vlen skuadrës së Beslidhjes. Aksioni shpejt të Kruja nga Kraujat e ka topin zotrim, por ka gabuar dhe topin e kanë marrë lojtarët e skuadrës Tërbunit. Është aty numri 17 Dermani, i cili ka pasuar nga e majta mbrojtjes në të pjatë. Ka ndërhyr në aksion tjetër i thyer nga mbrojtja e skuadrës Beslidhjes me protagonist Markon, i cili ka ndërhyr në mënyrë të shpejtë, teksa ka neutralizuar veprimet e njërit prej sulmuesve të skuadrës së Tërbunit në krahun e djathtë të sulmit të tyre. Është përsëri skuadra Pukjane me topin në zotrim, një goditje dënimi në favor të tyre. Është një ndërhyrje e gabuar në dëm të Zabalës. Topin e ka në zotrim Zëre, mbrojtësi me numër 4 Zëre, portieri i skuadrës Saliu, që ka shqetësimin e Raboshtës, është detyruar që ta dërgoj topin jashtë mjave kufizuese të fushës në rivenje anësore, me duar të cilin e kryer Kruja, ka pasuar për tek Raboshta, i cili gabon dhe nuk e zotron si duhet topin. Ka gjëra që ndodhin në raste të tilla, por eksperienca e Raboshtës nuk duhet i lejoj gabimet të tilla vetes. Gjithsesi, këto janë gjëra që ndodhin. Është tani numri 17 i skuadrës Tërbunit, Dermani, e cili ka marrë një lojtar mjaft teknik. Ky lufton aty me Krujën, ka dalë fituese, ka pasuar për tek mbrojtësi Alla, por ka ndërhyrje të gabuar nga Neziri ndaj lojtari me numër 17 të Tërbunit, Dermani, i cili ka një përdorim të admirueshëm të topit, një lojtar mjaft teknik, dhe hera herës mbrojtësat e skuadrës së Beslidhjes në zonë ngushtë nuk kanë që zhvin tjetër veç se ta ndalojnë në mënyrë të parregullt. Pra Auron Dermani, një lojtar mjaft teknik në radhë të skuadrës së Tërbunit, është i datinjes 30/12/2002. Travers, moment tepër i vështirë tek porta e skuadrës së Tërbunit. Ka qenë një top brenda zonës. Raboshta me kokë ka goditur traversën dhe topi ka rënë pak përpara vizë fatale dhe loja ka vazhduar, kështu që nuk kemi ndryshim rezultati, pasi lojtarët që ishin brenda zonës prisnin që topi i kthyer nga traversa të shkonte në rrjet, por jo, nuk është bindur goditjes me kokë të bërë nga Raboshta, i cili duhet thënë që është një lojtar mjaft i rrezikshëm në sulm, lojtar që e përdoron topin në mënyrë ideale, do të thoja, një lojtar që shmarkohet shpejt, një lojtar që luan shpejt në gjitha sektorët e fushës, luan me të dyja këmbët, por dhe me kokë. Shembulli më i pastër ishte goditja e tij që shkoi në travers dhe në fakt ashtu mënyra se si u godit topi
Raboshta kishte në kokën e tij idenë që topi i kthyer nga traversa do të kalon të vinë fatale, por nuk ndodhi kështu. Ishte një ide mjaft e bukur, por e pa konkretizuar në gol. Gjithsesi, kemi një lojtar të dëmtuar të skuadrës Tërbunit, i cili për të cilin ka shkuar stafi mjekësor për t'i dhënë ndihmën e duhur, dhe jemi në minutat e fundit të pjesës parë, janë më pak se 2-3 minuta për të përfunduar pjesa e parë, e cila vazhdon të jetë me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës vendase Beslidja, me gol të shënuar nga Kruja në minutën e 25 të pjesës parë dhe të këtij takimi. Gjyqtari ka vëshkëllyer të shohim a do të vazhdoj loja apo sa duket ka kërkuar ndihmën që lojtari i skuadrës së Tërbunit të dëmtuar të dalë jashtë vijave të fushës dhe të marrë ndihmën mjekësore pa penguar zhvillimin e lojës. Janë momente që përcillen me ovacione nga tifozëria, të cilët duke përfituar tifozëria Lezhane natyrisht, të cilët duke përfituar nga ndërprerja e lojës, mbështesin me ovacione, ndërkohë që skuadra vendase Beslidje kryen zëvendësim. Shohim në nxemje Ramili me numër 21, Myslim Ramili, të shohim se vendin e kuj do të zërë ky lojtar. Gjyqtari 4 akoma nuk na ka bërë me dije. Pra Ermal Gryka është me tabelën elektronike në duar, por pa sinjalizuar akoma zëvendësimin. Sa duket, do t'jetë numri 13, numri 13 i skuadrës së Beslidjes, që do të lërë fushën e lojës, pikrisht Antonio Marku. Jemi në minutën e fundit, madje në minutat shtesë. Pra gjyqtari 4 ka akorduar 2 minuta shtesë dhe pikrisht përpara se të akordonte minutat shtesë, është bërë zëvendësimi, është larguar nga fusha e lojës Antonio Marku dhe vendin e tij e ka zënë Ramili me numrin 21. Pra Myslim Ramili ka hyrë në vendin e Markut në minutën e 45 të pjesës 2, ndërkohë që kanë filluar 2 minutat, minutën e 45 të pjesës së parë, kanë filluar 2 minutat shtesë të dhënë nga gjyqtari 4. Topin tani e ka mbrojtja skuadra Shtemja, e ka pasuar në të majt. Topi gjatë është topi kthyer prapa. Gorbanov ka kthyer prapa për tek përsëri Gorbanov, Temja. Topi kthyer për tek Ramili, i sapo futur në lojë në krahun e majt të mbrojtjes së skuadrës së Beslidjes është Onana. Hila ka pasuar për tek Kruja, i cili nisi shpejt Gorbanov, por ka gabuar në pasim dhe ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës së Tërbunit. Kapiteni i skuadrës së këtij ekipi zere, me finda të mjaft bukur, numri 17, Dermani, aksioni bukur nga krahu i majtë. Zabala ka lënë topin numri 8, Adams. Përsëri Zabala në krahun e majtë me topin zëndrim, ka pasuar për numri 20 të kësaj skuadre
por kemi sinjalizimin e gjyqtarit kryesor për përfundimin e 2 minutave shtesë dhe të krejt pjesës së parë të këtij takimi, e cila u mbyll me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës vendase të Beslidjes, me gol të shënuar nga Kruja në minutën e 25, ndërkohë që duhet thënë se në minutën e 44 Raboshta ka goditur traversën me një goditje me kokë dhe topi është përplasur në tokë, por pa përfunduar matan vizë fatale, dhe kështu që pjesa e parë e këtij takimi përfundon me rezultatin 1-0 në minutën e 45. Në minutën e fundit të pjesës së parë, skuadra vendase ka kryer zëvendësimin e parë, është larguar Antonio Marku, mbrojtësi me numër 13, dhe vendin e tij e ka zënë po një mbrojtës tjetër, Myslim Ramili me numër 21. Dhe ka mbritur dhe ambulanca, nuk e dim sa duket kemi lojtar të dëmtuar, pati një dëmtim të mbrojtjes, një lojtar të mbrojtjes së skuadrës së Tërbunit. Ne shohim se nëse do të bëjmë të mundur identifikimin se cili prej lojtarëve është dëmtuar. Ka përfunduar kështu pjesa e parë. Ka përfunduar pjesa e parë e këtij takimi me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës vendase të Beslidjes, me gol të shënuar në minutën 25 nga Arsit Kruja, pas një aksioni të bukur të skuadrës Beslidjes. Ndeshje e cila mund të kishte edhe golet të tjerë, por kemi disa raste të humbura nga lojtarët e skuadrës vendase, por duhet teksuar edhe një moment i skuadrës mike të Tërbunit. Në minutën e 38 ka qenë një gjujtje e Licës brenda zonës dhe ka pritur portieri Molla, pra sulmuesi Pukjan, dhe përtoj brenda zonës 16 metrë, që ka gjutur fort me të majtën, por ka reaguar me shpejtësi dhe me mjaft intuit portieri i skuadrës Beslidjes Molla. Japim fund transmetimit të kësaj pjese dhe deri pas një pushimi të shkurtër do të rikthehemi përsëri në transmetim të drejt për drejt. Deri atëherë mirë dëgjofshim dhe mirupafshim.